Situata aktuale politike në vend po vazhdon të mbetet shqetësuese për qytetarët e Kosovës. Kriza institucionale dhe përplasjet me subjekteve politike kanë rritur pasigurinë dhe shqetësimin në opinionin publik. Kryetari i Shoqatës së Intelektualëve Jakova, profesor Rushdi Sefa, thotë se duke pasur parasysh vështirësitë në për të cilat ka kaluar Kosova, nuk mund të qëndrojë indiferent ndaj zhvillimeve të fundit në vend. Intelektualet janë të thirrur që me zë të fortë dhe bindës me ngrit zërin kundër gjithë kësaj që po ndodh, e cila jo vetëm që i brengos popullin, sidomos të rit, sidomos ata të cilët e kanë të ardhmen, po edhe miqët tanë ndërkombëtar, me zhvillimet që janë ato, vërtet që nuk mujnë me qenë indiferent. Prandaj bëj apel të gjithë ata, të cilët kanë hek shumë për me na bindë që e kanë me gjithë mendjen ndërtimin e shtetit, qoftë deputetët edhe të tjerë, që vërtet të rrinë besnik zotimeve të tyre. Ndërkohë, qytetarë të tjerë shohin situatën politike si të zgjatur. Kjo po shihet që është tepru, pistepri mo. Sa që edhe na nuk jem ka dinë qëtër sa më thonë veç, ne nuk po dojmë me dorë në zgjedhje, ne po dojmë zgjidhje. Edhe mo mi thonë, fond kësaj pune, e kisha me u bo një thirrje. Ti lojnë ndarësit, ne ti lojnë përqarin, gjuhën e urrëties, po të bëhen bashkë për hir të popullit dhe për hir të shtetit. Të tjerë kishin një apel të drejtë për drejtë për liderët politik. Bëjmë apel të qeveritarët që sa më shpejt të institucionet të formojnë, të funksionojnë, në blokojnë që na kanë bllokuar. Turpi i turpit. Shka të ndodhë në parlament, e shka nuk kemi as qeveri, as parlament, as kryetar shtetit, kjo turpi si të në po krejt bota. E inshallah mushën men sa më shpejt ti përbojnë të institucione. Në një kohë kur vendi po përballet me sfida të shumta politike e institucionale, qytetarët kërkojnë më shumë përgjegjësi dhe reflektim nga përfaqësuesit politik.